Në haxhin e lamtumirës të dërguarit të Allahut i vjen shpallja dhe thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Pra o i dërguar, kumtoj ato që të shpallur nga Zoti yt. E nëse nuk e kryen atëherë nuk e ke kryer profecinë, misionin tënd profetik. Dhe i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam i mbledh të gjithë besimtarët në Ghadir Khum, në një vend të quajtur Ghadir Khum, në kthim e sipër nga haxhi i lamtumirës dhe u thot, duke ngritur dorën e Aliut para të gjithëve dhe thot: "Faman kuntu maula fa hadha Aliyun maula." Për këdo që unë jam prijes dhe kujdestar, Aliu është prijesi dhe kujdestari i tij. Dhe kështu të gjithë muslimanët që ishin prezent i dhanë bejatin Imam Aliut dhe e përgëzuan atë si prijes të besimtarëve pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam.